Allës ku na. Nëse një sponsor vendos të sponsorizoj asociacionin, do të thotë që reklama e tij do të shfaqen në gjithë anëtarët, klubet anëtare të këtij asociacioni. Po, ndoshta me qenë mas disa viteve, nëse na mbrim shumë me u fuqizu dhe me përqu ato që na e kemi në mendje tona, mendoj që ka mundësi ndoshta mandej edhe komplet një grup i njëjtë sponsorëve me i sponsorizu. Po sot për sot, pothuajse secili prej klubeve e ka, po na kemi menduar që disa prej hapësirave me a mundësu që në mënyrë uniforme me qenë prezente tek të gjithë, edhe e kemi dizajnu një platformë të tillë, kemi me pas edhe një rregullore mandej që me cilën do me thonë gjithçka precizohet, edhe në këtë mënyrë pra ka mundësi për shembull që një sponsor po themi nëse është në pjesën e epërme të fanellës, nën logon e klubeve tona, sepse ideja është që edhe logon stemën e klubit me pas gjithmonë në një anë të asociacionit, në anën tjetër të klubit, për me rujt edhe njënën edhe tjetrën, edhe për shembull logoja e një sponsori me u shfaq në të gjitha. E njëjta mandej vlen edhe për parketin, sado që na e dim që tash dy prej këtyre sporteve luhen në ato materialet specifike, po prap nuk na pengon që na me vendosa po. A do të thotë që edhe fanellat, rekwizitat do të jenë të njëjta për gjitha klubet, apo ende nuk kemi ndonjë vendim që prapë nuk e kemi një vendim, na jemi marrë vesh edhe deri sot e kemi kalu shumë mirë, unë duam me i falenderu këta gjithë kolegë, kryetarët e klubeve, anëtarët e bordit që kemi kriju, është një frymë e jashtëzakonshme mes nesh. Na pothuajse me gjithë nifemi edhe nga e kalumja, po tash kur kemi ndoshta edhe punë që na përket gjithëve, po është me të vërtetë një kënaqësi, ka një energji shumë të mirë, edhe mendoj që bashkimi i forcave tona ka me prodhu diçka më të mirë për gjitha këto klubet Prishtinës. Njëra prej temave normalisht edhe kjo e rekuizitave, unë e kisha pëlqy që në të ardhmen po me pas, sikurse edhe vetë logoja, ndoshta edhe dizajni, gjithmonë me u ditë, sepse edhe kur shkojnë në qytete tjera, po edhe kur hynë në sallën tonë, po edhe tifoz tonë, edhe dashamir tjerë, adhurues të klubeve që vinë me emrin Prishtinë, ideja është që përpos kësaj pjesës që na e bojmë si sportist, si sportdashës, si punëtor sportiv, është që edhe njerëzit që i dojnë Prishtinën me pas një kulturë, si me thonë, të përcjelljes të këtyre sporteve, po dhe atë sensin e përkatësisë. Me thonë të Prishtinës, njerëz që e përkrahin, njerëz që e dojnë, njerëz që adhurojnë, se konsiderojmë gjithë ne që diqysh viteve të fundit është zbeh kjo, dhe kanë dalë në sipërfaqe shumë ma shumë qytete tjera, klube tjera. Kjo është e mirë për konkurrencën, po prap na e dim që nuk mujnë krejt trofet gjithmonë me mbet në Prishtinë, është e vështirë, nuk ndodh as në vende tjera, po ndoshta paktën prej 7 klubeve kishte më qenë mirë që secilin vjet bile gjysma e tyne me pas pjesëmarrje në finale, me fitu trofe, me fitu kupa, titoj edhe pjesëmarrje në gara ndërkombëtare, gjë që unë para pëlqej mas shumti, se prap kjo na bën që emrin Prishtinë na me enalcu sa më shumë. Po që që thamë edhe a ditë në konferencë, një diçka që unë mande kom pa duke i mbledh të trofet, një matematike thjesht, po që asnjëherë askush se ka bo, pra 7 klubet gjitha bashkë kemi 133 trofe. Dhe nuk është një diçka e vogël, është mjaft e madhe, asnjëni prej qyteteve në Kosovë nuk e ka këtë, edhe prej qyteteve në region është e vështirë, sepse unë e di që shumica e klubeve në qytete tjera nuk e kanë emrin që kemi na, nëse shkojmë për shembull në Malzi ose Maqedoni, është problem me pas ekipe në Malzi, po themi Budućnosti, nuk i kanë gjitha sportet që kemi na dhe nuk është kaq i titullum, ose po themi në Maqedoni, apo edhe në Shqipëri, sepse atje ka qenë dhe ekziston klubi shumë sportesh Tirana, po prap në garat si